Duke publikuar këtë dokument nga Regjistri Qendror të datës 17 gusht, opozitarja BDI thot se vleni para qytetarëve paraqiten si një subjekt i bashkuar, por dokumenti dëshmon se Lëvizja Besa vazhdon të figurojë si parti aktive, me Bilal Kasamin kryetar dhe me autorizim të pakufizuar. Duke u nisur nga kjo, integristët akuzojnë se vleni ekziston si emër për propagandë dhe se partitë, kryetarët, vulat dhe interesat personale vazhdojnë veç e veç. Zvleni është një strukturë e inxhinieruar për ta coptuar votën shqiptare, për ta ulur peshën e saj politike dhe për t'u dorëzuar vendimarrjen qendrave të tjera të interesit. Mjegulla rreth organizimit, financimit dhe sponsorëve politik të këtij projekti vetëm i shton dyshimet për qëllimin e vërtetë të tij, një mashtrim politik i paketuar si bashkim, një grup interesash personale i shqitur si kauz kombëtare. I pyetur për këto, zëdhënësi i vlenit Driton Sulejmani tha se vlen nuk funksionon më si ndar dhe se janë në fazën përmbyllëse të procedurave juridike, të cilat sipas tij shumë shpejt do të çojnë deri në regjistrimin zyrtar të partisë në Regjistrin Qendror. Jemi duke punuar edhe në një seli të përbashkët, se tash nëse shifni punën tonë po e zhvillojmë në disa objekte, jemi në fazat përfundimtare, është duke u punuar në këtë drejtim dhe nuk ka dyshime që vleni më vetëm është një subjekt politik, ashtu po funksionojmë, funksionimin e kemi si një subjekt, mirë po janë disa procedura më shumë teknike të cilët ende nuk kemi arritur t'i përfundojmë dhe janë në përfundim e sipër. Vlen u formua si koalicioni partive opozitare shqiptare për zgjedhjet e vitit 2024, duke bashkuar Besën, Alternativën, Lëvizjen Demokratike dhe Njërin krah të Aleancës për Shqiptarët, të cilët si vlen u bën pjesë e qeverisë me VMRO-DPMN dhe Znamin. Pas zgjedhjeve, koalicioni nisi procesin e bashkimit politik dhe në maj të vitit 2026, 5 subjektet përbërëse u shkrinën një subjekt të vetëm politik me emrin Vlen.